Të nderuar të praneshëm, të dashur adhurues të muzikës dhe miq të traditës sonë muzikore. Sonte në këtë manifestim të mrekullueshëm vlerësojmë dy figura të shquara të krijimtarisë sonë muzikore, kompozitorët Isa Jakupi dhe Izet Kallava. Ky koncert, që mbart me vete emocionet të thella dhe një histori të veçantë, do na udhëheq në përkujtime, përkushtim dhe trashëgimi artistike që të i kalon edhe koha. Jo rastësisht, koncertin e sonte më hapë me këtë këngë premier, e cila u interpretua pas më shumë se 5 dekadash që nga krijimi i saj. Pra, këngën Shpirt, Sy e Buzë të Dua, e shkruar nga kompozitori Isa Jakupi në vitin 1969. Gjatë kohës sa ai ishte në shërbim ushtarak, një këngë e lindur nga malli dhe dashuria, e cila i është dedikuar gruas së tij të dashur, siç e quante ai Ylfës. Një dëshmi e fuqishme. Një dëshmi e fuqishme kjo i lidhjes mes ndjenjes personale dhe artit të përjetshëm. Interpretimi i saj premier nga solisti i minor Hekuran Blaca i dha jetë një kujtese që na preku vërtet të gjithëve. Të dashur praneshëm, ky koncert ishte përgatitur të mbahej me 25 tetor të vitit të kaluar. Për Isa Jakupin, ai do të ishte një moment i gëzimit dhe i nderimit të jetës së tij artistike. Por vetëm 2 ditë para se ky koncert realizohej, pra në datën 23 tetor, ai u ndoa nga kjo jetë, duke lënë pas një boshllëk të madh në zemrat tona. Nuk pati koncert atë natë. Në vend të duart rokitjeve, pati heshtje. Në vend të skenës së ndryshuar, pati lot edhe madh. E sonte me 12 maj 2025, pikërisht në ditëlindjen e tij, ky koncert ngjallet jo vetëm si një nderim ndaj jetës dhe veprës së Isa Jakupit, por edhe si një festim i trashëgimisë që ai na la. Është një rikthim në rrënjë, një përulje para muzikës që kalon gjurmë dhe një kujtesë se arti i vërtet nuk shuhet asnjëherë.
Ju lutem që me një duartërkitje të madhe, edhe njëherë të nderojmë jetën dhe veprën e figurës së kompozitorit tonë të dashur, Isai Jakupi. Të dashur të pranishëm. Ky koncert u organizua nga organizata jo qeveritare Klasikos, me udhëhec Buran Azizin dhe Flamur Kusaliun, me koordinator Pushtrim Jakupin, të interpretuar nga solistë të dashur për audiencën gjilanase, si të shoqëruar nga orkestra profesionale, e cila është përbërë nga profesionistë të fushës muzikore. Një falënderim i veçantë shkon gjithashtu edhe për mbështetjen kryesore të projektit, pra për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Falenderojmë shumë. Si dhe gjithashtu për Shkollën e Muzikës këtu në Gjilan, për Teatrin e Shtetit, si dhe artashësit e shumë Gjilanas. Pra le të vazhdojmë këtë mbrëmje pikërisht me zemra të hapura dhe me ndjenjen e mirënjohjes për gjithë ata kompozitorë, pra cilat na kanë dhuru këtë krijimtari. Në këtë udhëtim të kujtesës dhe nderimit, na shoqëron edhe krijimtaria e kompozitorit Izet Kallava. Izet Kallava. Një tjetër emër me peshë në botën e muzikës gjilanase si dhe më gjerë. Me një stil autentik, me një qasje të ndjerë dhe origjinale. Ai ka sjellë muzikë që buron nga zemra e popullit, nga dhimbjet e tij, nga gëzimet dhe ëndrat që i kemi të përbashkëta. Zotri Izet Kallava u lidh me 12 mars të vitit 1950 në Rogan të Dardanës. Shkollën e mesme të muzikës e kriju në Prizren. Ndërsa studimet universitare në pedagogji artistike i përfundohen në Akademinë e Muzikës në Sarajevo dhe më pas në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu u diplomua si profesor i kulturës muzikore. Veprimtarinë arsimore e zhvilloi në Dardan, Gjilan dhe për më shumë se 3 dekada në Shkollën e Muzikës në Gjilan. Si nismëtar, si mësimdhënës i violinës, dirigjent e më vonë për 10 vite edhe si drejtuar i saj. U dallua si mësimdhënës, drejtues i formacioneve korale dhe orkestrale, si dhe si kontribues i rëndësishëm në jetën kulturore të Gjilanit, si dhe më gjerë. Si kompozitor, fitoi çmime në festivale të rëndësishme, siç është Gjakova 83, Akordet e Kosovës dhe festivalet të muzikës për fëmijë. Ishte kontribues shumë vjeçar në jetësimin e manifestimit Flaka e Janarit, dhe për shumë vite së bashku me profesorin Isai Jakupi, drejtues i orkestrës Trita, më pas pensionimit, votoi gjithashtu edhe 2 libra artistik me këngë të zgjedhura nga krijimtaria e tij. Tre këngët e prezantuara në vazhdim janë kompozuara pikërisht nga profesori Izet Kallava dhe do të interpretohen nga solistë e njohur. Fillon me këngën kushtuar heroit ton Agim Ramadani, pra Këngëmalli, interpretuar nga Lumturia Shabani, më pas do ta kemi kënaqësinë ta dëgjojmë edhe këngën Mësuesit tim, si dhe këngëtarja, solo këngëtarja në këtë rast Elona Sadiko, do të interpretoj këngën Vajtorçat e Rekës. Të gjitha orkestrimet e këngëve janë realizuara nga maestro Buran Azizi, si dhe Flamur Kusaliu. Amani
Shumë tam I presim me shumë duart të fundit.
Sonte përmes krijimtarisë së këtyre dy autorëve të shquar, po përjetojmë një mbrëmje të mbushur vërtet me ndjenjë, me kujtime dhe me një respekt të thellë për muzikën si trashëgimi, si përkushtim, si dhe si dashuri. Faleminderit që jeni me ne, faleminderit që mbani gjallë kujtimin, muzikën si dhe shpirtin e tyre. Në vazhdim, në këtë skenë, do të paraqiten 3 këngë të tjera të kompozitorit Isa Jakupi. Profesori Isa Jakupi u lind me 12 maj të vitit 1943 këtu në Gjilan. Ishte ndër kuadrot e para muzikore në Ana Morav dhe një figurë qendrore e jetës muzikore gjilanase. Studioi në Akademinë e Muzikës në Beograd, ku edhe udhëhoqi shoqërinë e studentëve shqiptar përpjekja. Për dekada kontribuoi në edukimin muzikor në Gjilan. Veprimtarinë më të rëndësishme pedagogjike e vazhdoi në shkollën e lartë normale Skënderbeu, në shkollën e mesme të përgjithshme, si dhe disa vite edhe në Akademinë Pedagogjike. Në vitin 1979, me iniciativën e tij dhe të kolegëve të tij, hapet shkolla për arsimin fillor muzikor, në të cilin profesori Is që ka ditët e para angazhohet në procesin edukativ arsimor, si mësimdhënës i pianos dhe i violinës. Kurse nga viti 1986 emërohet edhe drejtori i shkollës së muzikës për 14 vite me radhë. Është autori mbi 150 këngëve popullore si dhe për fëmijë. Ishte një nga nismëtarët e manifestimit Flaka e Janarit, si kryetar i parë i shoqatës së pavarur kulturore. Udhëheqës shumë vjeçar në Akademinë Drita si dhe në Zenel Hajdin. U shpërblye me shumë çmime në festivalet shumë të kohës, siç është Akordet e Kosovës, Zambaku i Prizrenit e të tjera. Përfshir këtu edhe çmimin për veprën jetësore, e cila është ndarë në vitin 2024. Profesori Isa Jakupi mbetet një doajen i muzikës shqiptare, që i kushtoi jetën artit dhe arsimit muzikor. Tani nga krijimtaria e tij në skenë do të paraqiten së pari duke interpretuar këngën Roja e Dritës, do të vjen zonja Nexhmie Sadiku, po e njëjta soliste e cila u paraqit me të njëjtën këngë në Akordet e Kosovës në vitin 1975. Më pas presim Florian Faqin me baladën Veç për vete, si dhe Elona Sadikun me këngën Sorfati.
tjetër për mua se ekziston. Mos u kut të harrosh veç vete, unë të dashuroj. Mos u kut të largosh e di vet që s'mundet larg të shkoj. E di unë që larg duhet të shkoj. Më thua se askull tjetër për mua s'ekziston. Ti më trahton kur ti më thua se askull tjetër nuk dashuron. Se më trahton kur ti më thua se veç në ty unë gjithë një mosh qëson. Mos u kut të më harrosh veç për vete, unë të dashuroj. Mos u kut të më largosh e di vet që s'mundet larg të shkoj. E di unë që larg duhet të shkoj.
Edhe një herë falenderojmë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për mbështetjen e këtij festivali. Gjithashtu falenderojmë edhe Radio Televizionin e Kosovës, i cili po mbulon këtë eveniment të bukur. Gjithashtu duhet theksojmë se gjithë orkestrimet e këngëve janë të realizuara në mënyrë të shkëlqyeshme nga Burhan Azizi dhe Flamur Bucaliu. Në këtë drejtim, edhe një duartrokitje për orkestrën e shkëlqyeshme, e cila përbëhet nga profesor të respektuar dhe të hyeshëm të muzikës, orkestrë e cila sonte udhëhiqet nga maestro Arsim Mustafa dhe Burhan Azizi. Vazhdojmë me 3 këngët të tjera të autorit Izet Kallava. E para në skenë do të paraqitet Lumturi e Shabani me Është një këngë, pastaj Herolinda Bucaliu Bajrami me këngën Vallja e Uleve, këngë interpretuar dhe shpërbyer me vendin e parë në akordet e Kosovës në vitin 1984, si dhe Vajzat heqin valle, të interpretuar po ashtu nga Lumturi e Shabani. Ti dëgjoni.
Krijimtaria tradicionale muzikore është zëri I shpirtit të një populli. Një trashëgimi që vjen të kaluarën në tashmën, si dhe frymëzon të ardhmen. Vazhdim të ndëgjojmë 3 këngë të fundit për sonte, këngë domethënëse dhe hite të njohura nga kompozitori Isa Jakupit. Shkollarës fshatare të interpretuar nga Remzi Leka, duetit Herolinda Bucaliu, Bajrami si dhe Gjentjani Tishi, me këngën Ma m'kesh shtëpinë të Shadërbani, si dhe krejt fond e konsideruar nga shumë si kryevepër, këngë të cilën ja dedikoj të dashurës e tij të përjashme, ylfës tonë të dashur. Sy e shile, goj sheqere, të kënduar nga Elena Sapite, të ndëgjojmë.
se tu i tri e kam të kokën dhe i drohet për ti semër e kam i fri për ti semër e kam i fri. Kështë mite, shatër mali, asra mos më liga, shikati, me jasër të mes plot ma, me jasër të mes plot ma. Do të bashkëpunojmë në refren edhe zonja dashur në zhvillje Kurumnica.
kënaqësi edhe sa emocion me po atë zonën e fete këtu në skenë. Falenderojmë shumë. Të dashur pranishëm për mbyllje të koncertit, organizatorin shen minjoje për krijimtarinë e tyre jetësore, ndan minjoje për profesorin Isa Jakupi dhe profesor Izet Kallaba. Tani kam nderin të ftojmë në skenë që së bashku të ndajmë minjojen. Flamur Bucalion, përfaqësuesi organizatës jo qeveritare Klasikos, si dhe profesorin Zeki Yusufi, kolegun e profesorit të nderuar. Njëherët, ftojmë përfaqësuesin e familjes Jakupit, pranojmë minjojën post-mortem për krijimtarinë jetësore muzikore të profesorit Isa Jakupit. Tani ftojmë kompozitorin Izet Kallaba të pranojë minjojën për krijimtari jetësore muzikore. Faleminderit shumë. Publiki respektuar, të kemi edhe Zeken, për fatkeq shumë shok që ishme themelu shkollës muzikës, më nuk janë gjallë. Ky ishte një program të themi që tregon se këta djemë, këta profesora në krye me Burhan Azizin, maestro. Do t'ishte mirë të vazhdonin një festival me këngë të reja të kompozuara, sepse që këto këngë, shumica prej antarëve të orkestrës nuk I kishte dëgjuar më parë, por I interpretuan shumë bukur, mrekullueshëm. Duhet falenderuar edhe solistat. Me siguri jeni kënaqur edhe me solistat që ja ka lagmi mbar Kosova. Vazhdojnë kështu. E kini edhe Zavens kryetaren, e cila të t'ju kishte ndihmuar për festivalet tashme, Leonora. Faleminderit edhe njëherë, unë nuk isha sot I përgatitur për me gëndu, po për hir të Isa Jakupit, për hir publikut Gjilane që çdo herë na ka përkrahur me dekada, një jetë me muzikë që kemi kaluar në këtë qytet, u dashte dhone një këngë pak me interpretim për një. Pas këtyre fjalëve që I tha kolegu Izet Kallaba, unë
kisha me falenderu, edhe kisha me thonë se ishte një mbrëmje e mrekullueshme, një organizim shumë i bukur, urime solistëve, urime orkestrës, urime kompozitorëve, shëndet të gjithëve e punë të mbarë, mos u ndalni. Faleminderit përgjithsisht për punën dhe kontributin tuaj. Gjithashtu e falenderoj edhe për prezencën. Asnjëherë nuk mungon zonja Leonora, shumë kënaqësi me të pasur të sonte. Tani kemi arritur krejt në fund, pra dashur artashës të pranishëm koncertin e sonte. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj dhe njëherë urojmë të takohemi përsëri në koncertet tona të ardhshme. Ndërmjet këndshme të gjithëve. Faleminderit.